mungon në nënshkrimi, apo në vend të nënshkrimit ka vetëm një vizë dhe një pikë. Sipas kontratës ndërmjet KQZ-s dhe operatorit postar DL, kostoja për dërgimin dhe marrjen mbrapsht të një zarfi është 37.5 euro. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë një vlerësim paraprak që do kursej 2 milion euro, shumë pjesëtim matematikor është kjo, a do të thotë që sipas të cilit Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do paguaj operatorit postar DL në asnjë rast kur mungon nënshkrimi apo në vend të nënshkrimit ka vetëm një vizë dhe një pikë. Sipas kontratës ndërmjet KQZ-s dhe operatorit postar DL, kostoja për dërgimin dhe marrjen mbrapsht të një zarfi është 37.5 euro. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë një vlerësim paraprak që do kursej 2 milion euro, shumë pjesëtim matematikor është kjo, a do të thotë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka një vlerësim që të paktën 53.000 raste mungon nënshkrimi i zgjedhësit? Ju faleminderit për pyetjen. Ne nuk mund të komentojmë në seancë deklarata publike të komisionerit, të cilat janë dhënë nga ai dhe janë shtëruese, megjithatë për hir të saktësisë së fakteve. E para nuk lidhet as pak me të dytën, pra kursimi në buxhet, se nuk mund ta nxjerrim as pyetjen dhe as përgjigjen e tij nga konteksti, ishte në kuadër të procesit të rinumërimit të një numri të madh kutish në fakt në qarqe të ndryshme për shkak të procesit ankimor. Pyetja e gazetarëve ishte nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të angazhojë patjetër buxhet edhe për marrjen e masave për të realizuar rinumërimin. Komisioneri shpjegoi se KQZ-ja nuk do të kërkojë buxhet shtesë, sepse nga buxheti aktual programi për zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj ka ende buxhet në dispozicion dhe përmendi një rast kursimi, siç e quani ju dhe siç e quajti ai, që në fakt nuk lidhet me zbatimin e kontratës apo me 52.000 firma apo me 200.000 firma, por lidhet me faktin që fondi buxhetor i alokuar nga Ministria e Financave për KQZ-n për shërbimin postar me vlerën e lidhur të kontratës, pra po ju e thën për ata që ndoshta do ta kuptojnë më mirë praktikisht, diferenca midis buxhetit, fondit limit dhe vlerës së ofertës fituese është ajo që është kursyer që janë rreth 3 milion. Keni qenë mikoqir në tenderim? Po, eksakt. Nuk ka lidhje me procesin tonë. Po, domethënë, a është duke bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, a mund ta konfirmoni që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke bërë vlerësim të dokumentacionit që ka paraqitur DL-ja për raste që mungon nënshkrim ose ka vizë dhe pikë në mënyrë që ato zarfe mos paguhen me koston 37.5 euro për zarf zgjedhor? KQZ-ja do të vijojë me zbatimin e kontratës për mbushjen e detyrimeve kontraktuale sipas dispozitivave të kontratës. Unë nuk mund të komentoj çështje të pagesës ose jo dhe as artikuj portalesh. Okej, mirë. Kjo është çështje edhe një herë, kjo nuk është çështje artikuj portalesh. Kjo është objekti i kësaj seance, çështja e dispozitivit të fondeve publike të kontratës. Pa nervozizëm. Se çfarë është objekti i kësaj seance, përcaktojmë ne që jemi këtej dhe ata që janë andej. Ju nuk e përcaktoni dot. E përcaktojmë edhe ne, se ne jemi palesh kemi stu trupën. Po mos e fik tani se unë s'bëj pasi tani të fikesh mikrofonin. Çfarë ke këtë? Kujton se s'flas dot pa mikrofon. Po lër mikrofonin tani se po flas. Kjo është çështje nuk ka të bëjë thjesht me kursim, po ka të bëjë me çështjen e integritetit procesit. Të lutem, duhet rivendoset qetësia në sallë përpara se sa të vijojmë. Qetësia dhe komunikimi korrekt me njëri tjetrin. Këtë seancë e drejtoj unë dhe fjalën ja jap unë pjesëmarrësve. Nuk jemi në pazar, jemi në një seancë serioze të institucionit. Jo, nuk e hap mikrofonin derisa të qetësohesh, duhet të qetësohesh. Jo, po flet nga vendi pa leje. Kjo tregon nervozizëm. Duhet të qetësohesh dhe të përgatitesh mos krijosh incidente sepse nuk janë të mira për procesin. Do bëjmë 10 minuta pushim. Sepse ju qoftë se keni prezentive të tilla që vijoni dhe i ke, ose paraqisni fare dhe i keni zgjidhur, qoftë se keni besim te një antar i grupit, nuk keni besim te grupa fare, nuk keni besim te vendimtarja. Për këtë çështje. Ndërkohë, lidhje me pyetjen që ngre zoti Loku. Duhet ta riformuloj unë një mënyrë tjetër dhe pastaj zgjidhë minutë se